jam shumë i bindur që produksioni në dhomën e rrëfimit ka bindur Selinën për të qëndruar në shtëpi, por njëkohësisht ka folur dhe me nënën të Selinës. Tani, natën e mbrëmshme teksa Selina po bisedonte me Shëndritin, i tha një muhabet që realisht aty ndërhyri dhe produksioni duke i thënë kujdes mikrofonin. Gjatë kohës publicitetit të dytë, pasi Selina u kthye në dhomë, do me thënë, Selina tha që unë po dëgjoja në dhomën e rrëfimit ulërimat që po bëheshin. Do me thënë, ulërimat nga ana e Rogertit. Kjo nuk kupton që Rogerti ka qenë shumë i acaruar dhe produksioni është marrë me të, se çuditërisht, do me thënë, duke e njohur natyrën dhe karakterin e Rogertit, të heshtën Rogerti pas një momenti aq të zjarrt që e ndryshoi krejtësisht prajmin, mua mu duk pak e çuditshme, por forca e madhe që produksioni bëri